Na thonë se pa kecin nuk do të kishim dritë në lagjet tona. Na thonë se pa kecin nuk do të kemi ngrohje në lagjet tona. Na thonë që problemi është të konsumi ynë i tepërt e jo të apetiti i kecit. Ju nuk mund të vazhdoni të vjedhni këtë popull, të cilët vetë se ja keni vjedh një pjesë të aseteve ma jetike. Në momentet që ju shtrejtoni faturat, ne fillojmë bojkotin. Populli i Kosovës ka me mit në terë. Një pjesë e modhe, kena me mit borç të keku, kanë marrë me nakput rrymën, edhe kena me mit në terë. Ja, kjo është qeveria jonë, këta janë qeveritarë tonë, këta veti kanë regullu punë, vozitin në gjipat zi, kanë pare, kanë luks, hajnë ushqime të mira, e na si do jetojna, qa do hajmë na, qa do pim na, na veç rrymën do të me pagu dhe ujen, mi aplucu shtetit pagesat e na, qa do na me hongër? Kërkojmë nga gjithë qytetarët që të bashkohen edhe në protestat e radhës edhe ma shumë, edhe ma fort, që të bëjmë një 3 kërkesa të qarta. Kërkesa e parë, imediate e me njëhershme, duhet të jetë parandalimi i rritjes abuzive të çmimit nga keci, sepse qytetarët nuk ja kanë bërë fitimin kecit. Kërkesa e dytë, me njëherë pas konstituimit të kuvendit dhe të qeverisë, duhet të shkarkohet bordi ZRS i cili po i shërben kecit e jo qytetarëve. Dhe kërkesa e tretë, duhet të filloj të hapet debati dhe të filloj procesi i shtetëzimit të kecit. Keci duhet të takoj popullit.